Vllaznia ka siguruar kualifikimin për në gjysmën finale të Kupës së Shqipërisë pas fitores 2-1 ndaj Bylisit në stadiumin Loro Boriqi, ku qeblut konfirmuan e përsinë ndeshjes së parë të fituar 1-0 në transfert, duke mbyllur përballjen e dyfisht me sukses dhe duke prerë biletën mes 4 skuadrave më të mira të kompeticionit. Golat për vllaznin u realizuan nga Balaj dhe Pusi, ndërsa për miq shënoi Santos. Skuadra shkodrane administroi ndeshjen me qetësi, duke ruajtur avantazhin dhe duke menaxhuar rezultatin deri në vërshëllimin përfundimtare. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Edi Martini theksoi se fitoria skuadrës së tij ndaj Bylisit në Kupën e Shqipërisë nuk ishte aq e thjeshtë sa mendohej. Në letër ishte mua thjesht sa në fushë, me thënë drejtën, po sepse u duhet me lënë lojtar pushim, u befasova faktikisht sepse bëha që kishte ardhur me formacionin e saj më të mirë, unë s'kisha mundësi mi fut, me thënë drejtën, sepse mendoj edhe për ndeshjen e Diles. Gjithsesi ndeshje që kisha frikë, sepse në momentet kur fut gjysmën e formacionit e lënë pushim, më shumë se gjysmën e lënë pushim, mund të ndodhin edhe një dramë, megjithatë ata që luajten fillunën dhe hynën, komplimente, lujten mirë, bënin mirë, duhet i përgëzej. Nga ana tjetër, trajneri i Bylisit Mirel Josa theksoi se pas humbjes së ekipit të tij në kupë ndaj vllaznisë, vëmendja do të kalojë tek dueli me Vorën dhe tek mbijetesa. Normal që nuk erdhëm Shkodër për të humbur ndeshjen. Kështu që erdhëm për të pas gjendjen tonë sportive më të mirë për ndeshjen me Vorë. Jo pat shumë lojtarë të cilët mund të jenë dhe në formacion i kisha aktivizu përsëri sot. Për mu skuadra do vazhdimsi, por për me folë për ndeshjen pastaj janë shumë gjëra të cilat nuk na lejun, qoftë vllaznia, qoftë gabimet tona, që nuk na lejun që të ishim në luftë deri në fund. Ndërkohë sulmuesi i vllaznisë Lirim Kastrati u zgjodh lojtari më i mirë i ndeshjes në duelin e Kupës ndaj Bylisit, i cili tha se është shumë i lumtur për kualifikimin në gjysmën finale. Po, jam shumë i lumtur me fitoren e sotshme, edhe pse kemi ditë që është një ndeshje e sikletshme, nuk u dash me neglizhu kundërshtarin, kështu që shqyrë Zotit ka lumë këtë ndeshje dhe fokusi jonë është për dielën me flamërtarin. Po, një klub i madh si vllaznia normal që synojmë të dy trofet, kështu që do të më marrë ndeshje të radhë me radhë dhe thashë kalum këtë tur, kështu që fokusi jonë është dielën. Me këtë kualifikim, vllaznia vion në rrugëtimin në kupë me objektiv të qartë, arritjen në finale.